يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله سبحانه وتعالى آية نبرتم سورة البقرة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. Vazhdon ajeti, shpjegimi i ajetit të borxhit, nëse gjindeni në udhtim dhe në udhtim nuk i keni kushtet me i pas dëshmitarët, me i pas atë që shkruan, me i pas garantuesit të tjerë, atëherë nëse jeni në udhtim edhe ju shfaqet nevoja për me dhon borxh, bëni vetë një marrëveshje ai që e borxh edhe ai që merr. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. Nëse dakordoheni dhe i besoni njëri tjetrit, s'keni dëshmitar se jeni në udhtim, atëherë merrni vesh me zveti edhe secili në ta çon në vend amanetin që e ka dhe në t'i kenë frikë Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taktumu shahada, dhe mos e mshefni dëshmin, mos e ndryshoni, mos bëni mashtrim. Wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Kushdo që mshef dëshmin, zemrën e ka me gjuna. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah subhanahu wa ta'ala din ata që punoni. Lillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. Allah subhanahu wa ta'ala janë çka në qiell janë tokë. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Dash e shfaqet, dash e mshefet ata që e keni në gjoksat e juve, Allah subhanahu wa ta'ala ka më ju marrë në llogari, ka më ju marrë në pyetje. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. Allahu e fal ata që dëshiron, e dënon ata që dëshiron. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala për çdo gjë është i mundshëm, është i fuqishëm. Ajeti i borxhit e çet në pa çështjen e besimtarit edhe çështën e atij në zemrën e të cilit ka nifaq. Për shkak se besimtari është i drejtë. Ashtu sikur që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala, kunu qawamina bil qisti shuhada lillah, bënu të drejtë në dëshmi. Bëni të drejtë dëshmi veç për hir të Allahut, jo për diçka tjetër. Walau ala anfusikum, edhe nëse dëshmia shkon kundër juve, besimtari përsëri e flet të drejtën. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur një rast që dikush që ka rënë amoralitet pa ditë kërkush hiç, ka shku vetë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, pastron se kum gabu. Pse kanë bërë këtë? Për shkak se kanë qenë të devotshëm, kanë qenë të sinqert, kanë dëshmuar edhe kundër vetes vet. Dënimin e ka marrë kjo me ekzekutim kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka ditë se ka më marrë këtë dënim. Megjithatë vet vullnetarisht ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tu e ditë se çka i ndodh. Ç'është çështja me ato që një borxh ja ka dikujt edhe s'ka lëzon drejt.
ja kom pas çekat se kom pas çekat, që kon që ka fatja, se kon që ka fatja, ti komor, se komor, $100 e bën për një bosh, po më pas më dëshmu kë kundra jetës vet. Çka bën kë? Ose familjes vet. Ja wal walidain wal aqrabin, in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Me dëshmu do të me dëshmu drejt, edhe nëse është kundra vetës, edhe nëse është kundra prindve tu, edhe nëse është kundër ndonjë të pasuri, edhe nëse është kundër ndonjë të varfëri, s'ka kur gjës dëshmia nuk do të më këshyr dëshmien për kur është, po do të më këshyr dëshmien në raport me Allahun subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala, çka kemë thënë ditën e Kiametit, ti ke qenë dëshmitari që sa çështje. Edhe prej te e më varë se qështu ti, mu vendos ajo. Qysh e spjegon, ose qysh e thu këtë qështje? Nuk ka fjalë që e fol njeriu veç se me lek të shkruajnë. Ditën e Kiametit ka me dalë para neve secila fjalë që kemi thonë. Ya'lam kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah subhanahu wa taala din çka mshef syri, lëvizjet e syrit, din çka mshef me nan gjoksat e tonë. E din Allah subhanahu wa taala kur ne mendojmë me bani dallaver dikun. Ala pa apo hiç, veç në mene që të shkon Allah subhanahu wa taala e din. Nëse jeni në udhtim, e s'keni dëshmitar, s'keni kushte, atëre pajtonën me zveti, besimtari me besimtarin. A më jep që kaq para u hap, po sa kohë do të më prit që kaq. Nëse me shkrue borgjën është sunnet, ama borgjën është i vlerëshëm, nëse nuk shkruhet. Është i vlerëshëm, është në rregull, nuk është gjëna nëse nuk shkruhet. Por saktësia, edhe preciziteti, edhe problemet në të ardhmen nuk dalin nëse shkruhet. Në kushtet të jashtëzakonshme në të cilat nuk gjenden dëshmitar, sikur që është udhimi ose të ngjashme, nuk gjendet dikush që shkruan, atëherë veç në të mirën vesh dy muslimanë mes veti. Sikur ka në Sahih, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar për disa besimtarë që kanë qenë para neve, dy besimtarë, njëri ka lyp njërit borxh. Edhe ky ka thonë, a ki dëshmitar? Ka thonë, dëshmitar është Allah. A ki garantues? Ka thonë, garantues është Allah, edhe ka dhënë borxhin. Do thonë, nëse ne nuk kena dëshmitar që dëshmojnë borxhin, edhe nuk kena njëri që e shkruan borxhin, mjafton me ditë gjithsecili prej neve se Allah subhanahu wa taala e din sa kemi mbar borxh na. Dhe kthimi jonë është Allah subhanahu wa taala. Fa in amana ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu. Nëse i besoni njëri tjetrit, mos e tradhoni besimin. Nëse kushdo që e tradhon këtë besim ka cilësi prej cilësive të munafikut. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë katër cilësi kush i ka është munafik i vërtet. Nëse ka njërin prej tyre ka cilësitë munafikut, atëherë kur i beson ti, ai të mashtron. Që ky është munafiku. I thua po t'ja borxha ai s'ta kthen borxhin. Ç'është do munafiku ai nuk ka ndryshe. E keni caktuar afatin, kur vjen afati s'përgjigjet. Ik, se qel telefonin, ku është në gjon kërkon. Ja ashtu, jo është $100. Çka është cilësia munafikut? Nëse i besoni njëri tjetrit, në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë al-muslimun ala shurutihim, muslimanët i përmban kushteve. Çashtu që ai në marr vesh po çashtu më majt Allah se vetë në marr vesh për çfarë punë. Fal wal yattaqillaha rabbahu. Edhe krejt çështja është me pas frikë Allahut se këtë dënjo dhe mundesh me mashtru disa njerëz, edhe mundesh me marr disa parë disa njerëzve, edhe mundesh ama te Allah subhanahu wa taala çfarë do më bën? Ditën e Kiametit çish do më përgjigje Allah subhanahu wa taala? Wala taktumu shahada, mos e mshefni dëshmin. Kush mos më mshef dëshmin? As dëshmitar, as ata dy që kanë dhënë bosh njëri tjetrit që s'kan pas dëshmi. O me yaktumha fa innahu athimun qalbu, kushdo që e mshef dëshmin, zemrën e ka të prisht. Zemër gjunaqari. Shifne, atë për çfarë dëshmi është të thonë Allah subhanahu wa taala kushdo që e mshef e ka zemrën e gjunaqarit për dëshminë e borxhit. E çka është çështja atyre që e mshefin diturinë që ka zbritur Allah në Kur'an?
ata që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith. A di çfarë tradhtie është kjo? Kjo tradhtie e nivelit më të lartë. Nëse kushdo që e ndryshon dëshminë për çështje të borxhit, Allahu subhanahu wa taala ka thënë fe innehu athimun qalbu, zemër gjunaqari ka. Qysh do të jetë çështja atyre të cilët e mshefin dëshminë e imanit, dëshminë e Kur'anit, dëshminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wallahu bima ta'maluna alim. Çdo që bani dinë se Allahu subhanahu wa taala krejt e din hollësisht për atë që e veproni. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mundet njeriu me shku menja, me thonë ka shumë njerëz, sa shumë punë kanë, çish e din Allahu krejt, o Allahu subhanahu wa taala ja punë të njerëzve, po të gjitha krijesave i din. Kulle yawmin huwa fi sha'n. Çdo ditë Allahu subhanahu wa taala i shet të gjitha punët e të gjitha krijesave, sa është Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Krejtë Allahu subhanahu wa taala në janë çka kanë qiellin në tokë, çka ekziston. Krejtë të Allahu subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Nëse e shfaqni ose e mani në zemrat e juve, në mrena juve, çka do që keni, Allahu subhanahu wa taala ka me ju marr në llogari, ka me ju llogarit. Yuhasibukum bihi Allah, ka me ju llogarit Allahu. Allahu a merr në përgjithësi edhe për mendime, po. Allahu subhanahu wa taala merr në përgjithësi edhe për mendime. Për disa mendime. Hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataba Allahu 'indahu hasanatan kamila." Veç në men kush e ka me bëni punë të mirë, nuk e bën, Allahu ja shkon punë të mirë. A merr ka problem vetë se menon njëri, po, vetë se menon. E punë të këqija a merr vetë se menon, po, edhe në punë të këqija merr dënim vetë se mendon. Disa prej punëve, prej tyre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shpjeguar për njerëzit më të këqij, ka thënë njeriu i keq është ai i cili ka pasuri dhe s'ka dituri. E pasurinë e vet e harxhon haram. Ky tjetri është hala më pusë ai, s'ka as pasuri, as dituri, edhe thot me vete, sikur të kisha pasuri une, kisha me quhen haram siguraj, edhe këta janë barabar, e ka dënimin. Pse e ka dënimin? Se ky ka pas mendimin, e ka pas njetin, apo pse s'ka pas pasurin, s'ka me bo atina. Çka do që mendoni? Çka do që mshefni? Çka do që publikoni? Yuhasibukum bihi Allah. Dhe në varet që realizohet ose nuk realizohet për shkak të pamundësisë, Allahu subhanahu wa taala ka më marr në llogari. Punët e mira të cilat mendohen, por s'mund mu realizu, është shpërblimi. Nëse mendon mund më realizu, se realizon, s'ka shpërblim për këtë. Punët e këqija të cilat mendohen, edhe po të jepte mundësia me realizu, e realizon e merr dënimin, se ky veç e ka pas, e ka vendos me realizu, ama se ka dhënë mundësia. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Pastaj Allahu subhanahu wa taala në ditën e Kiametit për gjunohat të ehli sunetit janë në kërcënimin e Allahu subhanahu wa taala. Me dashur Allahu subhanahu wa taala i fal gjunaqart, me dashur i dënon. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka sjell disa argumente se disa prej gjunaqarëve ka me fal, disa ka me dënu. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. I fal ata të cilët dëshiron Allahu dhe i dënon ata të cilët dëshiron Allahu subhanahu wa taala. Por ata të cilët i dënon për gjunohe, ata dënohen përkohësisht, për shkak se kërkush nuk mbetet në xhenem për gjithmonë për shkak të gjunoheve. Në xhenem për gjithmonë mbetet vetëm kush ka shku te Allahu pa pendim pas shirkut të madh, kush ka shku te Allahu pa pendim pas kufrit të madh, edhe kush ka shku te Allahu subhanahu wa taala pa pendim pas nifakut të madh. Të tjerat të gjitha, nëse dënohet besimtari, dënohet përkohësisht. Aja përkohësisht ana mund të konë në afat gjatë, mirë, po megjithatë është përkohësisht se nuk është e përjetshme. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa taala për çdo gjë është i mundshëm. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.